buxheti për paga është rritur për 47% dhe me vazhdimin e rritjes ekonomike do të vazhdoj edhe rritja e pagave. Raporti ndërmjet pagës më të lartë dhe pagës më të ulët është përmirësuar nga 20-1 në 4-1. Pra, edhe janë rritur pagat, edhe është ullur pabarazia. Mandatin e ardhshëm, kush i ka 3 fëmijë, i merr 3.240 euro në vit, e kush i ka 5 fëmijë, i merr 5.400 euro në vit. Do të nisim përcaktimin me ligj të pagës së 13 për sektorin publik, por edhe për sektorin privat. Pas dialogut me sektorin privat, synimi ynë të dashur qytetarë është që në bashkërendim me bizneset dhe me punëtorët, ta planifikojmë gradualisht edhe pagën e 14. Ne duam ta thellojmë progresin, ta zgjerojmë solidaritetin, ta forcojmë drejtësinë dhe duam ta lartësojmë shtetin tonë. Nuk janë të pakt. Fatkeqësisht nuk janë të pakt. Nuk janë të pakt ata që duan ta ndalin këtë aksion të madh, transformues e progresiv e progresist. A do t'i lejoj? Unë kam besim dhe shpresë që ju nuk do të lejoni të ndodhë kjo. Unë të dashur qytetar të Republikës, jam i vullnetshëm, e interesuar dhe më shumë se i gatshëm të mos e ndal punën në asnjë rrethon, sepse ne të gjithë jemi të vendosur për ta bërë shtetin që shërben për krejt. Andaj edhe pres që të përcaktohemi krejt për shtet. Shtetin ton, Kosovën ton, sepse është shtet për krejt, për popullin ton.